duhet të sjell në vëmendje Konventin Evropian për Drejtën e Njeriut, që në pikën 3 protokolli 1 thot që është shteti që duhet garantoj zgjedhje të lira dhe të ndershme. Më vonë gjykata e Strasburgut, praktika e saj që unë kam lexuar që nga viti 2009 e deri më sot, thot që duhet që shteti t'i garantoj kandidatit pikërisht një proces të rregullt ankimimi, qoftë në shkallët administrative dhe qoftë në shkallët gjyqësore për sa i përket karakterit zgjedhor. Dua t'ju them gjithashtu që ç'a ndodh me Shqipërinë, pra me kodin e Republikës tonë. Bëhet fjalë për nenin 124.1 për ankimimin në KAS, Komisionin e Ankimit dhe Sanksioneve në KQZ, dhe nenin 145 fraksion 1 për ankimimin në kolegj zgjedhor, të cilët ja pamundësojnë kandidatit për të parë se sa vota ka marrë, për ta thënë me fjalë të shkurtra, që do të thotë këtë ekskluzivitet e ka vetëm subjekti politik. Pra kodi ynë zgjedhor bie ndesh me këto konventa që unë ju përmenda pak më sipër. Dua t'ju kujtoj gjithashtu dhe çfarë thot Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Çdo individ që mbush 18 vjeç ka të drejtë të zgjedh ose të zgjidhet. Dhe në rast se kjo e drejtë shkelet, është e drejta po e individit për me shku në gjykatë për me bërë një proces të rregullt ligjor. Ndërkohë, unë kam qenë në kolegj zgjedhor dhe unë nuk jam legjitimuar nga kolegji zgjedhor. Çështjen e kam humbur me rezultatin 4-1. Ka pasur pakicë në çështjen time. Këta 4 gjyqtarë, të cilët kanë refuzuar për me lexu ose për me interpretu, qoftë konventën Europiane për Drejtën e Njeriut, praktikën e gjykatës Strasburgut, apo dhe atë çka ka thënë Komisioni i Venecias, morë një vendim skandaloz që unë mos legjitimohesha për me marrë vesh se sa vota ka marrë përfundimisht. Ndërkohë, një gjyqtare e cila ka dalë në pakicë, ka bërë një interpretim të jashtëzakonshëm, unë jam manit kur e kam lexuar, ju kujton kolegëve të vet se çfarë ka ndodhur pikërisht me këto që unë ju përmenda pak më sipër. Pra unë ju thash bazën ligjore që unë i kërkoj gjykatës kushtetuese që të shprehet si pikë fundore për këtë çështje. Prandaj, unë jam këtu sot për të zgjidhur padrejtësinë që më ka ndodhur nga qendra votimit, nga KZAZ-ja, nga KAS-i dhe nga kolegji zgjedhor. Kështu që gjykata kushtetuese duhet shprehet. Unë mund mos kandidoj më, por do jetë një kandidat tjetër i cili duhet ta ketë këtë armë, që nuk ja jep as kolegji zgjedhor, po ja jep çdo konvent europiane për cilat unë ju citova pak më sipër. Dhe jam këtu sot për të fuqizuar këtë nen të kodit zgjedhor që ja pamundson kandidatit ankimimin administrativ dhe zgjedhor, dhe ky kod zgjedhor përfundimisht duhet hedhur në koshin e mbeturinave. Për sa i përket kësaj çështje. Absolutisht po, sepse gjykata kushtetuese detyron kolegjin zgjedhor që të rishqyrtor dhe erë çështjen time, që do të thotë të më legjitimoj mua si kandidat për të parë se sa vota kanë marrë. Kjo është praktika. Shiko, unë kam lexuar vendimet jashtëzakonshme gjykatës Strasburgut, të cilat kanë gjetur me shkelje shtete si Rumania, Bullgaria dhe Serbia që janë adekuate me çështjen që unë kam këtu. Dhe unë jam shumë i bindur që do të fitoj në gjykatën kushtetuese, sepse mendoj që jo vetëm unë kam drejt, por çdo kandidat tjetër që do të kandidojë në zgjedhje ka të drejtë për me kuptuar se sa vota ka marrë. Ne nuk ja kemi delegu shpirtin partisë, por ne jemi individ lirë për me vërku votat tona se sa vota kemi marrë përfundimisht. Dhe nëse nuk fitoni kushtetuese, cili është hapi i radhës? Hapi i radhës sigurisht që është gjykata e Strasburgut, është deduksion logjik, por unë mendoj që do ta zgjidh të çështje këtu. Në gjykatë Strasburgut po sepse gjithë praktika e gjykatës Strasburgut, të cilët unë kam këtu, dhe ja kam referuar vendimet,